Fe e gjallë, jo fe e xhamis. Feja në xhami është 5%. Feja islami në xhami është 5%. 95% është jashtë xhamis. E synimi i hoxhës ishte ai që ta nxjerr fejen edhe jashtë xhamis. Të mos mbese feja brenda 4 murë. Të jetosh musliman. Po, të jetosh në çdo hap të jesh musliman, jo vetëm në xhami. Në xhami të gjithë janë musliman. Por kur dalën prej xhamisë sa janë musliman. Ne nuk themi se nuk janë musliman. Po shumë njerëz në xhami janë musliman në të nivelit të lartë, jashtë xhamie janë diçka tjetër. Hoxha kishte synimin ai xhamati që është në xhami, që ndëgjon hoxhën në xhami. Kjo devocion, kjo devotshmëri tjetë edhe jashtë xhamis. Tjesë çaj i xhamis, tjesë edhe jashtë xhamis. Ai rivi i cili është në shkollë, është në studime, thoshte shumë herë, sa e këndshme do t'ishte edhe sa do t'i ngjante një të riu dhe një të rejes që në çantën e tij ta ketë një sexhade të vogël, edhe një Kur'an. Me këtë do të ta bëjë mishërimin e fesë me shkencën.